Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pasi besimtarët dolën nga lugina e vuajtjeve, profetit i ndodhi një ngjarje shumë e rëndë. Xhaxhai i tij Abu Talibi dhe gruaja e tij Khadija i vdiqën. Ata të dy ishin dy njerëzit më të dashur tek ai. Ata ishin kujdesur gjithmonë për profetin sallallahu alaihi wasallam. Ky vit u quajt viti i pikëllimit, sepse aty u mërzit shumë profeti sallallahu alaihi wasallam nga kjo ndarje. Pastaj, profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdoi të thërriste fiset arabe në islam. Ai shkoi në Taif, që t'i ftonte banorët e asaj zone në islam. Gjithashtu të bëheshin ndihmë për profetin sallallahu alaihi wasallam, sepse tashmë nuk kishte përkrahje nga askush. Por banorët e Taifit nuk e pranuan thirrjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata nxorën nga qyteti profetit sallallahu alaihi wasallam duke e goditur me gur. Kur u largua profeti sallallahu alaihi wasallam nga Taifi, Allahu dërgoi melekun e maleve. Ai i tha profetit ta urdhëronte që ta hidhte malin mbi banorët e Mekës, që t'i shkatërronte ata. Por profeti jon ishte shumë i mëshirshëm dhe zgjodhi t'i falte ata. Ai shpresoi që një ditë Allahu do t'i udhëzonte. Dëgjohemi në videon e radhës. Assalamu alaikum.